varri i muslimanit. Musliman që ta keni bërç me ngu, me mësu edhe me varros të vdekurit ju që shdohet. Babën, nanën, vllahun, motrën, ja keni bërç me i varros që shdohet. Unë ju mënu sa komujt me pasqyru për juve një formë qartë dhe varrimit. Edhe ju mënu me ba formën e varrit, por me kuptu ma let. Te na, shqiptarët krejt, e bajmë varën drejt këtu poshtë, krejt drejt. Edhe lshojna gjenazën që shto në shpinë. Edhe të një thojnë, shtinja pak do dhej që tu sa me këthy pak ka kibla. Që kjo është problemi që po du me sqaru. Nuk do të mu këthy pak ka kibla, po do të mu këthy i tëri ka kibla, o musliman. Tash, por me kanë e qartë. Kjo është kibla. Varri do të me kanë i këthym kështu ka kibla. I vdekuri, këtu është koka, këtu është krahi djathtë. Kamt, qysh me vepru tash? Por me mujt me këthy mirë të vdekurin, me ftyrë ka kibla, o musliman, varrit do të mi u ba. A përshë që është ba rafsh dhe këtu? Tani, do të mi u ba një vrime t'il, sa është gjenazja e gatë edhe sa është e gjërë, por afërsisht. I thuhet laht arabisht. Ka thonë Muhamedi a.s. kjo formë e varrimit me këtë vrimun kështu është për neve. E kjo tjetra, kjo është për ata tjertë, nuk është për neve. Qysh me vepru, e lëshan gjenazën kështu, tani, qysh është gjenazja? Koka këtu, krahe i djathtë këtu, kamt kështu. Vetëm e lëshojnë a gjenazën, shif? E lëshojnë a gjenazën mrena, edhe kthehet me ftyrë ka kibla. E ki qartë? Duhet me pas kujdes, lidhëset duhet me lanë ka krahu i majtë, për me pas mundësimi zgjidh. Pas që të kena shti gjenazën në vend. Edhe kështu është kthy gjenazja me ftyrë ka kibla. Si kur i smuti, o musliman, i smuti nëse këtu është koka, edhe dënë mu falë, atër kthehet me ftyrë ka kibla, edhe falet për srati, nëse është smut edhe së nqohet. Ashtu edhe i vdekuri, vendoset me ftyrë ka kibla. Do me thanë, lëshohet në këtë venin këtu, i zgjidhen lidhëset, edhe të një mbuluhet. Qka me mbulu? Ban me mbulu me tulla, ban me mbulu edhe me ploqat cementit nëse ka nevoj. Ban me vazhdu edhe me drasa që shenjohëm na muslimante e venet tona. Doa nuk ka problem, kjo nuk është problem. E rëndësishme është më kthy gjenazja me ftyrë ka kibla. Edhe njëherë, qysh me vepru e qelën varën si deri tani qysh e kena qelë varën. Vetëm ka ana e kibles e bajmë një thellim të tillë edhe lshojna gjenazën qysh e përmena. E qartë? Domethënë, ky thellimi nuk duhet me kanë knena, as nuk duhet me kanë mes, duhet me kanë ka ana e kibles. Edhe një diçka që po kam qenë